Kosova sot po përballet me një krizë serioze energjetike, të shoqëruar me reduktime të shpeshta në gjithë territorin e saj. Është tërësisht e papranueshme që qytetarët e Kosovës të përballen me errësirë, mungesë të ngrohjes dhe pasiguri të madhe pikërisht në dimër, kur nevoja për energji elektrike është më e madhe se kur. Kjo krizë nuk ka ardhur rastësisht. Kjo krizë është pasojë direkte e një keqmenaxhimi 5 vjeçar të papërgjegjshëm dhe pa vizion të sektorit të energjisë nga kjo qeveri. Përveç dështimit për të siguruar prodhim të mjaftueshëm vendor të energjisë elektrike, Kosova është detyruar të rrisë ndjeshëm importin e energjisë elektrike nga jashtë, i cili po realizohet me një kosto të lartë në dëm të interesit publik të Kosovës. Kërkojmë masa emergjente për stabilizim të furnizimit me energji elektrike, transparencë të plotë për kontratat e importit të energjisë elektrike dhe një plan serioz, të qartë dhe të besueshëm për garantimin e sigurisë energjetike në vend. Është po ashtu shqetësuese dhe e papranueshme që një sektor që për 5 vite me radhë është shoqëruar me afera dhe skandale të njëpasnjëshme, me dyshime serioze për korrupsion masiv, të mos përballet asnjëherë me llogaridhënie, por ta gëzoj vazhdimisht mbrojtjen politike të qeverisë. Qëllimi ynë është i qartë, zbardhja e së vërtetës, përcaktimi i përgjegjësisë politike dhe institucionale dhe garantimi i transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve të Kosovës. Kosova ka nevojë për përgjegjësi, kompetencë dhe vizion.